Atëherë, rreth cilës orë ka ndodhur pikërisht vendosja lëndës plase? Ka ora 12 pa qerek njështër, 12 pa 10, 12 pa qerek. Sa persona keni qenë banesë? Në banesë ku a ba plasja, kanë 3 persona fjetë. 3 persona. Ndërkohë, keni patur konflikte apo diçka tjetër me persona tjerë, dyshoni tek ndonjë për... As kena pas konflikt me kërkan, as dim person si me abu kishin me thanë se i ky ma ka bojë këtë punë. A dyshoni se lënda plasë se mund t'jetë vendosur gjatë ditës? Ja, gjatë ditës nuk e vendos. Ndërkohë, policia, në momentin që ka mbritur në vendngjarje, ka konkluduar në çfarë zonet kanë hyrë personat në fjalë dhe në sa pika është vendos lënda plase? Lënda plase në vendosën 3 pika, 2 ka nez, 1 s'ka nez. Ndërkohë, ju tha që keni 3 fëmijë jashtë Shqipërisë, keni kontaktuar me ta, mos kanë patur ndonjë konflikt me persona atje? Kam kontaktuar dhe s'kanë pas asnjë konflikt. Ndërkohë, nga cila zonë kanë hyrë persona që kanë vendosur lëndën plase? Kanë hyrë nga këtu mrapa që kanë prej rrjetën e telit me pinca edhe kanë hyrë nga pjesa mrapa. Dëmet shumëta, normalisht në banesën tuaj, janë shkëtuar dëmet shumëta. Dame është bën boll. Vetëm prap jam në rregull masi më kanë pëshu familje. Ndërkohë, edhe diçka të fundit, ju jeni marrë në pyetje në polici. Kamera sigurisht nuk ka patur banesa. Ja. Kanë arritur me informacione që ju kanë dhënë polici të identifikojnë ndonjë gjurmë? Ja, mos më kanë thënë gjë. Kanë bën ato rregullat e veta, mos më kanë thënë gjë se as kena gjetë këtë, as këtë, ata shikojnë rregullat e veta. Kanë ardhur këta të antiminave për Tiranës, kanë bën ekspertizat e veta, ata e gjetën bile këtë pa plas. Edhe asë tjetër shosh, kumë që me thanë, kur nuk di gjënë se s'kam probleme me kërkan, unë nuk kam dyshim të kurkush. Shojmë që shtëpia është thuajse gati tashmë e pabanueshme. Keni frikë të vazhdoni të jetoni në këtë banesë? Po tash ku do si shkojmë në kjo, se ati ju ka mush menja me bën tilla gjëna, ku do si shkojmë, se na me fjet do të fjajmë dikun, ku do si shkojmë këtu në shtëpi do shkojmë, ka ku me shkuar. Edhe diçka të fundit, mendoni që mund të ketë qenë person tjetër prej këtij atentati dhe mund të jenë ngatruar? Dini që ka probleme në këtë zonë ndonjë fshinjë juaj? Ja, s'di gjë. Por këta kojshit miti herë s'kan probleme me kanë, as unë me kanë. Pavarësisht se nuk dyshoni... As nuk kam dyshim të kërkush. Pavarësisht se nuk dyshoni të ndokush, do t'i shkoni deri në fund kësaj çështje, pra do të kërkoni të zbardhet? Unë me ditë se kush ma ka bën këtë punë. Edhe unë ja kam lënë dorë shtetit, se unë s'jam ekspert, as jam hetues, as jam kurrë. Shteti bën punët e veta, në kjo se shteti e gjen, shteti ne pata qajtë e bën. Edhe unë e di se një ky ma ka bën. Vese du me më kallëzua, si ta kenë, du me më kallëzua, si për këtë punë ta kam bën, se i këtë punë ma ke bën. A, asnjë tjetër. Dyshim s'kam.